Dhe ajo është një formë pacienti shtrihet, është në qetësi, është ciloj meditimi, derisa pret ja kjo për shembull, kjo forma është. Do më thonë tregohet që vendoset bobina në kokë, edhe mandej masi i ka të rregullume çështjet, se na kemi si ilaqin që rregullojmë dozën, sasinë, sa herë duhet me marrë qysh. Do thonë edhe këtu në ekranin ku është i vizatuar aty, i shënim të gjitha dhanat, do thonë për sasinë sa ka nevojë në ditë, edhe për atë që quhet lartësinë e tingullit që e jep bobina. Edhe në këtë aspekt, masi të rregullohet, është tekniku që është i specializuar tek ne, domethënë fillimisht i bën mjeku, matja të gjitha ato, andaj tekniku e vendos bobinën në vendin e caktuar. Ku vendos psikiatri? Edhe vazhdon terapia çdo ditë. Më thonë terapia vazhdon 20 seanca, por një seancë në ditë. Nëse në depresion i rëndë është, mund të jenë edhe 2 seanca në ditë. Po të ketë një pauzë 1 orë mes 2 seancave. Dhe ne zakonisht e preferojmë ka një herë në ditë, për 20 ditë, shtunën e diellën gjithmonë e kanë pauzë. Do të thonë 5 ditë në javë bëhet, 2 ditë është pauzë. Ato 2 ditë që pauzojnë marrin terapi diçka medikament? Ato 2 ditë jo. Apo thjesht pauzojnë? Për shkak se terapia është e mjaftueshme. Ne po flasim për gjëra dhe siç e pat në fotografi, për gjëra të cilat ne kjo formë e terapisë i rikthen trurit. Dhe tash duhet shumë kohë për ato me kalu prapë në gjendjen që ishë në depresion. Momentin kur kthehet në gjendjen për qënë fillestare, gjendja fillestare është kur ne jemi mirë, aspekti i funksionimit të trurit, atëherë do të thotë ne, përmes që aty në testimeve klinike, përmes sjelljes që shohim të individi, dhe dim që sistemi i tij të menduarit, kognitiv, ai gjithmonë përcillet mrapa mas 2 deri në 4 javësh. Mirë po, kretë që ka shumë e rëndësishme për ne, është se qëndrimi dhe sjellja e individit. Tek e fundit çka mendon, fort përveç neve si terapeut që na intereson, tjerëve nuk intereson. Si e shohim pamjen, sjelljen e mirë u kry te individi.